Shikoni politikanët e vjetër, shpirti I Shqipërisë nuk mund të vdesë. Në këmbët e malëve ku Gjergj Kastrioti ngriti kala të patundura kundër pushtuesve dhe në ato rrugë ku Ismail Qemal Bej Vlora shpalli lirinë e një kombi. Sot ecin politikan që e kanë shitur nderin e historisë për një pozitë ose për një xhep të mbushur. Shqipëria, toka e dëshmorëve, sot është peng I një klase politike të korruptuar, të paedukuar dhe të shthurur, që e ka kthyer shtetin në një bark pa timon, ku populli mbetet I pafuqishëm në stuj. Kur herojt janë zëvendësuar me hipokritët e pushtetit. Skënderbeu luftoi për të mos u bërë rob kurrë. Ismail Qemali Bej Vlora u betua për një Shqipëri të lirë nga jugu në verill. Por sot, luftëtarët modern të politikës luftojnë vetëm për tendera, për kontrata të fshehta dhe për ta mbajtur popullin në errësirë. Korrupsioni ka depërtuar në çdo institucion, nga shkollat ku fëmijët mësojnë të heshtin, deri në spitalet ku njerëzit vdesin pa ilaçe. Ku është nderi atyre që na qeverisin? Ku është respekti për gjaku e dëshmorëve? Populli nuk është I trullosur, politikanët janë. Ata që na sundojnë sot nuk janë asgjë më shumë se një kasta e vjetër, e ngritur mbi gënjeshtra dhe manipulime. I mbushin gojen me premtime për evropianizim dhe zhvillim, por në realitet Shqipëria po zhduket në hartën e vendeve me dinjitet. Çdo ditë, mijëra të rinj ikin përtej detit, ndërsa politikanët festojnë me gota shampanje. Ata thonë se na udhëheqin, por në të vërtetë po na vrasin çdo shpresë. Koha për të ndjerë zemrën, jo për të heshtur. Populli shqiptar nuk ka nevojë për mëshirë, ka nevojë për të kujtuar fuqinë e vet. Çdo votë që I jepni këtyre prisve të vjetër është një thik në shpinën e Shqipërisë. Ata nuk kanë asgjë të re të ofrojnë, ideologjitë e tyre janë të kalbura, strategjitë e tyre janë shkatërimtare. Mos u bëni pjesë e këtij cikli të pafund. Rinia, drejtësia dhe një fillim I ri. Shpresja nuk qëndron tek fytyrat e njohura që kanë tradhtuar çdo mandat, por tek një brez I ri me ide të reja dhe me ndërgjegje kombëtare. Ne kemi nevojë për njerëz që e ndjejnë dhimbjen e popullit, jo për ata që e shfrytëzojnë atë. Votoni për të rinjt, për gratë, për intelektualët, jo për gjeneralët e korrupsionit. Zgjidhni ata që ende mbajnë shtyllën kurrizore në vend, jo thesin e interesave. Shqipëria është jona. Nëse Skënderbeu do të shite Shqipërinë e sotme, ai do të qante nga turpi. Por ne nuk mund të lejojmë që kjo tragjedi të vazhdojë. Çdo dorë që shtrëngon një letër votimi është një armë kundër korrupsionit. Mos u trembni, bashkohuni. Shtypja nuk zgjat për jetë, por vetëm derisa populli të zgjohet. Shqipëria nuk ka nevojë për zotërime, ajo ka nevojë për bijtë e saj me zemër. Mos e lini flamurin të bjerë.